Rjeti global I bizneseve shqiptare ka nisë sot një takim biznesor dhe networking në Lucern, duke bashkuar bizneset shqiptare nga Zvicra dhe diaspora. Ky takim synoi të krijojë mundësi për njohje, rrjedhim dhe shkëmbim përvojash, si dhe për të diskutuar mundësi bashkëpunimi konkret ndërmjet bizneseve, profesionistëve shqiptar që veprojnë në tregun zvicran dhe më gjerë. Faleminderit për që keni marrë pjesë këtu në këtë panelin e parë në Lucern. Po, jemi kanë mbi 50 afaristë, biznesmen që kanë plasu produktin e vetë me një tavolinë B2B edhe kanë prezentu firmën e vetë edhe pjesë punën e vetë. Organizimi ka qenë I mirë, mendoj, kemi kalu shumë mirë edhe përshkojmë B2B-at shumë dobishëm edhe shumë të frytshëm për secilin biznes ose secilin afarist që është këtu. Ideja është ka mashme që na përdormi ose bëjmë të në Prishtinë, në Istanbul, në Sydney e kemi pas, në Londër komo kanë, në Vjenë është e zakonshme, e që është për spari herë është në Zvicër. Ne jemi rjeti biznesit Zvicrës qendrore, pasi që kemi themelu rjetin e biznesit Zvicrës qendrore, na ka lind ideja me bon një shoqëri aksionare me antarë të rjetit, dhe më thonë t'i bashkojmë shqiptarët. Edhe kemi arritë e kemi bon një shoqëni aksionare, cila quhet Union Invest, me 20 aksionarë, të gjithë aksionarët janë antarë të rjetit. Vizioni I Unionit është patundshmëria, jemi do të thonë pjesa 100% jemi vetëm për të patundshmëri. Tani e kemi edhe të hapur në aksionin B, si quhet këtu në Zvicër, për ngritjen e kapitalit, edhe që ju jep mundësi aksionarëve të ri të bëhen pjesë e unionit tonë. Siç e dini, në Zvicër kemi mbi 10.000 kompani shqiptare, po jemi bë bashkë edhe sot e vërteton vetë edhe prezenca e gjithë firmave afaristëve që I kemë prezent. Kështu që besoj që vetëm përpara duhet ne bashkumi jemi më të fortë. Ja kemi arritur gjithmonë qëllimeve. Yeah, it's a very key event, I think, for connecting businesses, diaspora from Switzerland as well as enterprises in Kosovo. And I'm really impressed about the amount of people that have come and enterprises. And from our end, I think it's a first event like that in Switzerland, in Lucerne, that we attend. And as we are engaged in private sector development and economic development in Kosovo, it's a really wonderful experience to also bring our partners from Kosovo, municipality directors and enterprises. We have been in collaboration to Switzerland to connect them to the Swiss-based Albanian diaspora. So yeah, it's a very excellent event. Sa I përket të dhënave të eksportit, ato tregojnë që ne kemi afërsisht mbi 200 milion euro eksport dhe vendi që kryeson I pari me 40%, domethënë në totalin e vlerës së eksport është Zvicra, pastaj vjen Gjermania, Austria dhe vende tjera. Rjeti global I bizneseve është një hapësirë pak më e gjanë, më e madhe, ku marrin pjesë shumë shtete, janë të lidhur, tash me numër afër e kalojnë 20 shtete ku janë të bashkuar në rjetin e bizneseve të diasporës, dhe ka një domethënie të madhe se gjithmonë kur bashkohemi, kur afrohemi me njëri tjetrin, vetëm mund të mira, vetëm mund suksesit kemi ashtu. Është një prej formave më të mira të promovimit të vendit, të ndërtimit të urave të reja të bashkëpunimit midis bizneseve kosovare dhe atyre të Zvicrës, por edhe gjitha bizneseve shqiptare që janë me veprimtari në Zvicër. Unë jam e lumtur që ne në fund të muajit prill në kuvent kemi arritur të ratifikojmë marrëveshjen e tregtisë lirë me Zvicrën. Jemi vendi I parë I rajonit që përveç produkteve kemi të përfshira edhe shërbimet. Shërbimet kanë një vlerë të shtuar, qofshin ato në ICT, qofshin në shërbime tjera profesionale, për shkak se aty kemi dhe bilanc pozitiv tregtar, do të më shumë ne shesim në Zvicër se sa që importojmë nga Zvicra. Prandaj unë jam këtu për të inkurajuar bizneset që të vazhdojmë bashkëpunimin, të jemi më afër tyre, të dëgjojmë për format dhe mënyrat në aspektin e politikbërjes, se si mund të facilitojmë dhe ngrisim volumin e tregtimit dhe bashkëpunimit.